Fjalët e fundit, drejt për drejt, çfarë do I thoje kryeministrit me gjithë këto halle që dëgjuam? Mirë se na erdhët, shumë faleminderit. E shihni dhe vetë këtë tragedi, shumë të madhe, shumë të vështirë, edhe shumë të rëndë. Edhe nuk e pandenim tani, nuk e di se kush ashtu këta. Se I Zoti ati që ka qenë kullollas, apo tjetër nuk ashtu do të këtë fatkeqësi të madhe dhe kaq të rëndë nuk e prisni. Kemi ndetur 4 ditë në kombi, ditën e 5 kemi ardhur këtu. Thash unë djalit unë do rri aty, thash do vdes këtu se nuk kam ku shkoj. Ti do veç atje, do ashtu. Kraje kohë djali më çoi në Gramsh. Gjeti një makinë dhe më çoi poshtë. Kur erdhëm neve, qanja aty o Zot, thash unë të kem shtëpi, thash. Më zhdigu kasolla lart aty, 2 kokëdhi. Mu djek që ati e sipër me ullint këtu. Po të shpëtoj shtëpia. Ka ullint, po brenda po. Shpëtoj. Edhe më janë djegur gjymullarë poshtë aty. Kështu nuk dim ç'to, nuk dim të themi, po për një pjesë që janë jashtë fare, është shumë e rëndë. Edhe qeveria nuk ka mundësi që të bëjnë asin diçka. Po. Çfarë duhet bënte qeveria si pas teje? Shtëpit aty, ti rrugëllonte. Ti bëj sa më shpejt. Po. Se s'kam po të rri, nuk rrish aty jo për në një, nuk rrish. Këtu muret, një pjesë mure dhe kanë qëndruar, janë të forta. Po. Këtu, po, normal do vi inxhinieri. Ato me guri janë ndegu presa. Që nuk ka një copë vend që të ketë djegëbrim. Po është djegur komplet. Avion, kur kanë ardhur, zjarri, kishin ardhur përpara shtëpit këtu, do shpëtoni komplet edhe djegëbrimi. Edhe zjarr fikset, kur ashtu e shumë të zjarri. Pra kush erdhi nga toka se bëri punë këtu. Në Damatkas, matan ke varrezat, kush erdhi me lopata nuk është se bëri punë. Po. Dolëm ne ati në qoshet, zjarri ishte këtu, klasi ati matan që kështu ka qenë të mërshme. Shumë të mërshme ka qenë, ju faleminderit. Faleminderit, faleminderit. Zoti kryeministër, këto janë mesazhet nga fshati Skënderbegas. Ti mund të kesh dëgjuar mesazhet tek Tuk nëpër kronika lajmesh, por ky është realiteti sot, një muaj pas zjarrit. Dhe ky realitet është padureza, është puro, popullorçe. Ne nuk vim as të bëjmë politikë, as të madhe, as të vogël, të as një ngjyre politike. Ne vim për të dëgjuar popullin, ky është emisioni Fol. Ndaj, e vetmja gjë si gazetar që bashkohem me zërin e banorëve është një orë më parë, të paktën familjet që janë pa çati të kenë një shtëpi. E më pas, të gjitha dëmet të mund të ribëhen dhe të rishikohet e gjithë strategjia dhe të gjitha ata njerëz që duhet kishin ndërhyrë më herët në këtë fshat që ky fshat shpëtoi. Kështu thon banorët, po të ishte ndërhyrë nga ajri më herët, asnjë shtëpi e fshatit, madje as gjelbërimi rreth e rrotull nuk do ishte djegur. Miqtë e mi, ky ishte emisioni Fol nga Skënderbegasi, një fshat I bukur ku do donim realisht me shpirt të vinim për pushime, të vinim për bujtina, ne vim për hall. Ne vim vetëm kur ka fatkeqësi, sepse shohim njerëzit që janë në mes 4 rrugëve dhe kërkojmë që përmes këtij mikrofoni t'u japim një dritë shpresë dhe të bëjmë atë lidhjen e shkurtër nga njerëzit tek kryeministri. Emisionin tjetër do ta keni të premten e ardhshme. Deri atëherë nga unë Erion Skëndaj, kalofshi sa më mirë.